për integrime evropiane, në fakt sot ka mbajtur 3 mbledhje, njëna në 8:30 në mëngjes dhe 2 mbledhje tjera pas pauzës. Në pjesën e parë i shqyrtuam 60 amandamente të cilat ishin të parashtruara më herët, ndërsa në mbledhjen e 1:30 i shqyrtuam edhe 4 amandamente tjera të cilat më vonë u shtuan nga Komisioni i Buxhetit. Komisioni ka diskutuar, anëtarët e komisionit kanë diskutuar për buxhetin dhe më lejoni që t'ju paraqes rekomandimin e Komisionit për Integrime Evropiane. Pra, Komisioni për Integrime Evropiane në bazë të nenit 57, paragrafi 1 dhe 8 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me 29/12 të shqyrtoi raportin plotësues për projekt ligjin numër 05L001 për buxhetin e Republikës së Kosovës për 2015. Me amandamentet e propozuara nga Komisioni për Buxhet dhe Financa dhe vendosi që Komisionit për Buxhet dhe Financa t'ia paraqet këtë rekomandim. Projekt ligji për buxhetin e Kosovës, e Republikës së Kosovës për vitin 2015 nuk është në kundërshtim me parimet e përgjithshme të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Amandamentet plotësuese të propozuara nga Komisioni Funksional nuk janë në kundërshtim me legjislacionin primar dhe sekondar të BE-s, përkatësisht me aki komuniter të BE-s. Në projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015 nuk është parapar pavarësia buxhetore e Kuvendit të Republikës së Kosovës, kërkesë e raportit të progresit dhe planit të veprimit për marrëveshjen e stabilizim asociimit që kishin propozuar që në buxhetet e ardhshme dhe në rishiqim kjo çështje të shqyrtohet edhe të kihet parasysh. Buxheti i ndarë për vitin 2015 për Ministrinë e Integrimit Evropian krahasuar me projekcionin e vitit 2016 dhe 2017 është më i madh, prandaj do duhej të kishte një sqarim nga Ministria e Integrimit Evropian për projekcionet apo vlerësimet për 2016 dhe 2017. Po ashtu kjo ministri nuk ka parapar asnjë projekt për vitin 2015. Mungesa e pjesës narrative apo përshkruese e shifrave tabelare e kanë bërë mjaft të vështirë analizimin e projektit për buxhetin, projekt ligjit për buxhetin, prandaj në të ardhmen do të duhej të përcillej me narrativ me përshkrim. Shqetësuese mbetet edhe mungesa e ndarjes së mjeteve financiare për projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015 për arritjen e objektivave të parapara për planin e veprimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Arsyetimi do të të vetëdijshëm për vendimet e Kuvendit të Republikës së Kosovës me vullnetin e Komisionit për Integrime Evropiane të jep kontributin e vet në shqyrtimin e projekt ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës për 2015. Në mbledhjen e sotme shqyrtuam projekt ligjin për buxhet dhe vlerësuam se dispozitat e projekt ligjit nuk janë në kundërshtim me parimet e përgjithshme të legjislacionit primar dhe sekondar të Bashkimit Evropian. Në fakt, legjislacioni i Bashkimit Evropian nuk ka direktiva sa i përket buxheteve të shteteve të veçanta, por ne në komision përveç kësaj kemi tentuar që të analizojmë edhe dokumentet të cilat vetë Kuvendi i Kosovës dhe Shteti i Kosovës i ka miratuar. Komisioni po ashtu shqyrtoi edhe amandamentet plotësuese të propozuara nga Komisioni për Buxhet dhe vlerësoi se amandamentet e propozuara nuk janë në kundërshtim